Se çka I mësoj ati jeta në burg, do ta shohim tani. Këtu e kena Skënderbeun. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë I dënum 5 vjetë. Kjo do të thotë përmes djegjes ti me kriju art me ballë. Unë nuk jam I shtrenjtë, shkon 20, 30, 50 herë portreti, di mbarë prej masisë. Përshëndetje, miq të mi nga Ona Dea. Sot ndodhëm këtu në Ferizaj, ku kom ardhur me taku Xhemal Ismanin, I cili mirret me artin e pirografisë. Se çka I mësoj ati jeta në burg, do ta shohim tani. Qëndroni me neve. Zotri Xhemal, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si ju gjetëm. A je lodh? Jo, më çfarë kjo është pushim për mua, kështu përgjithësi qetësinë e gjaj kur jam pranë pirografit dhe një drase të cilën veç Më thonë gjeni qetësinë shpirtërore, paqen të gjitha. Gjitha t'i kam në kur punoj faktikisht. Po çka I të punun, se po më vjen shumë interesant kur po lëshoj. Kjo është një vizatim, një vajzë me qadër, një vizatim I lirë, po do të shohsh në fund që veç Këtu ndodhemi në Ferizaj, po, brenda në dhomën ku zakonisht ndonjë motiv që e gjaj për me vizatu, ky lloj arti quhet pirografi apo arti përmes djegjes. Na trego pak si nisi nga lindi ideja që të mirësh me pirografi. Ideja zakonisht punët e mira gati fillojnë në kohë të këqija. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë I dënum 5 vjetë e 4 diçka I kam bajt. Pirografi, tapiseri, e ne zgjodhem me shokë pirografi, më duk si ma atraktive, ma diçka. Do të thotë përmes djegjes ti me kriju art me ballë. Për një copës dronit do të thotë ti me bë një çadru pak më të blefshëm se sa është. Mirë, pa ajo kohë ka qenë thashë, ajo kohë ka qenë shumë e keqe që nuk s'kemi bë mend që do të vinje, ne do ta përdori si shkurt arte, do të fitoj me ta, po do të po ja që erdhe edhe kjo kohë erdhë, ku unë veç e ndi vetën diçka të shkurt të relaksuar kur jam në këtë dhomë. Na trego pak si ishte koha gjatë qëndrimit të në burg. Sa ka qenë e vështirë për ty? Po, e vështirë ka qenë shumë, besi ka qenë një kohë e pa kohë. Viti 85 në Kosovë ka ndodhë shkurt burgosjet më masive që janë bënë ndonjëherë viti 85. Unë në atë kohë kam qëllu ushtar, jam dënus që atë kohë 8 epror ushtara kanë qenë edhe 3 ushtar. Unë si ushtar kam qëllu në Mostar, epror të ushtarak ka qenë Naima Ljoku, kapiten në atë kohë, Xhafer Jashari dhe të tjertë. Prej 5 vjetëve sa më dënun, 4 vjetë 1 muaj I kam bajt. Dhe tash ja ku jam. Pas I dola për burgit, përsëria fillova arsimit. Po krahas në arsim edhe kisha dëshirë pak me qatë zanatin që I bësh me ajgarin e me shokt, të shoh mba a muj me fillu këto. Po fillimi ka qenë I vështirë se pikës pari pirograf së më gjenë shmija askonde në atë kohë. Ka qenë tjetër kohë atjere. Dikur si vonë pa ta gjetë një pirograf të pak ma I dopë shkurt, po veç ta mja fillu në Bugari atër edhe pse në arsim u deshke se paga ka qenë 20 mark atër në mujt I mëshme. U deshke me shku edhe në Bugari pak me jashtu buzjetit familjes. E atje pa ta gjetë një pirograf.
Por, dikur vonë, vllau prej Gjermanisë, ma kish pas gjetë atje, ma prunë që ta, ku e kam që sa me thonë 20 vjetë lirisht. Po duket e vjetër, kështu, po punën e kryne. Po ta, është një diçka. Kur fillove me pirografi, si u pret sa kështë klienta, kërkesa? Fillimi ka qenë veç sa qysh mi u tregu që di me ba, di me vizatu. Pa ta fillu me do lelek njëherë, as drasa si kisha, as kur gjë material, jo. Hajde njëherë, po për veti, mas shumë ti për veti, punojsha njëherë edhe. Dikur, dikush që ta, po ma ban me një që shto, a mundesh me ma ban, a bë. Hajde, të shë, nisa me e marrë vetin me të mirë. Edhe të kriju Po, në... tash, por shumë, prej një shkurt prej një profesioni shkurt edhe një zanati, u kriju taman e pasion edhe mu ka bo tash së në rri pa shpesëm paska se që ta e lypsha. Këto e kena Skënderbeun. Sot ka marrë ko me punu këto? Po koha për mu punot, tesa del në drasë kështu, me lapse, me indigo, ma ata, ka pun tesa bjen. Do thot, materiali par, merë trupi, prej nalt ma bin. Qot nga terë në drasët, ban drasa, i marrë drasat, i terri këto. Pas i territ, pas ta i shkon e gjanë masin, edhe qëfar dimenzionit, për shumë 30 me 30, 50 me 50, asë. E te, kur të vinje këto në dho me ditë drasa, atëherë gati u përfundu edhe. Se veç që ki idenë, pas ta, shka dënë Skënderbeun, po, dënë Nën Terezën, dënë një portret tanë, për shumë, po, e gjanë drasën, për shumë. Po, mu kismet kjo ma bu, një portret. Eq të tash unë ata... Edhe këme postu? Ata shpesh unë i postoj, po njerëzve që i baj, edhe për shumë. Na trega pak si po shkujnë qmimet? Qmimet më varë, qmimet, po që aty është me e mire, me kanë pak... Po në përgjithësi unë jam i knashtë, unë nuk jam i shtrejt, nuk... Thamë, një shkon 20, 30, 50 herë portreti, edhe mbarë prej masisë drasës, kështu. Po... E sa... Unë si vjetë... Sa kërkesa ke gjatë ditës, javës, apo muaj që funksionon? Kanë njëherë ka kërkesa mjaftë edhe, po në përgjithësi mirë unë, po, jam i knash ma, sa s'kja e, mi janë një mërë që ti pensionit pak, diçka... Të të drejt. Kur punan, ata kujtën burgë. Për herë e di më nona ata... Se që aty ka lindë. Që aty ka lindë atë, për herë në burgë, po kjo faktikisht era burgë, halja i vjenë, në ditë në të kotimë, halja era burgë i vjenë, si e.